pritja e mysafirit për neve besimtarve është e lidhur me besimin. Pritja e mysafirit është trajtuar edhe në Kur'an edhe në Sunnet. Për shembull, Allahu në Kur'an na ka treguar se pritja e mysafirit është prej tipareve të profetëve. Ibrahimi alayhis salam kur është vizituar nga melekët, i ka ftuar në shtëpinë e tij dhe duke menduar se janë njerëz, ka shkuar dhe ju ka përgatitur një ushqim. Ka thënë Allahu: "Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahima bil bushra, qalu salama, qala salam, fama labitha an ja'a bi'ijlin hanidh." Edhe Ibrahimit i patën shkuar të dërguarit tanë. I shkuan për t'i marrë myshde dhe i thanë selam, e përshëndeti me selam. Edhe Ibrahimi përshëndeti me selam dhe nuk vonoi shumë dhe ju solli një veç të pjekur. Pra, e ka nderuar mysafirin dhe i ka shtruar ushqim. Këtë Allahu na ka përmendur edhe në raste tjera, për shembull në kapitullin Dhariyat, kur na flet për mysafirët që kanë vizituar Ibrahimin alayhis salam. Po kështu na ka folur edhe për Jusufin alayhis salam, i cili i ka pritur dhe i ka gostitur vëllezërit e tij që i kishin ardhur në Egjipt të Allahut. Wa jaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alayhi fa'arafahum wa hum lahum munkirun. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. Dhe Jusufit i erdhën vëllezërit, të cilët ai njohu ndërsa ata nuk e njehnin. Kur Jusufi përgatiti ata dhe ju tha, kur kthyen bën që të theshin në shtëpinë e tyre, tha: "E sillni vëllain tuaj, a nuk shihni se unë ju nderoj dhe unë jam mikpritës." Pra, Jusufi alayhis salam ka qenë për atyre që ka shfaqur gosti, mikpritje për mysafirin. Dhe kjo për ne ka një rëndësi të madhe, nga se është tipar prej tiparëve të profetëve të Allahut te bareke ve teala. Muhamedi alayhis salatu wassalam na ka treguar se kjo çështje si vlerë, si virtyt, ka të bëjë direkt me besimin tonë. Në një prej haditheve të njohura ka thënë: ai që beson Allahun dhe ditën e fundit, le ta nderoj mysafirin e tij. Pra, nderimin e mysafirit e ka lidhur me besim në Allahun te bareke ve teala dhe me besim në ditën e llogarisë, kur ne do të dalim para Allahut dhe për veprat e mira që i kemi bërë do të marrim shpërblimin prej